Ai që bartë lafe në mesin e njerëzve, ai në xhenet mini herë së në hikur. Ai pa tjetër e ka një herë me një xhenem. Se ka bo zullum. A e disa familjet nuk folin për qësi njerin në shpi. A e disa miqasia o prish për një njeri qësi. A e disa njerëzit që janë kanë dashëm në mezveti për një njeri qësi janë prish. Nëse egziston një njeri që tu në mesin e dy vetave, s'ka mundësia të menet rahat. Se kje lu në rolin e sirë bazit. Kje e ban njeri me menu keq edhe për vlavin e vet. Kje njeri e ban me menu keq edhe për vladin e vet. Kje njeri ta shti fitin edhe kundër nënës tane. Të ban me menu keq e për nënën tane. Pse? Se bardh lafe. E shejtani pasaj thot punet ku më ka dhu se kitë nuk do ba shumë. E pasaj ti e zmadhon si retin e keq tatina, edhe ti e merinati, ndërko që s'ka pos lidhje këm me kur gjohiq. Për këta syje për nga nësë nuk ka thonë lajët khullu gjennet. Këj me të partë kur sunin gjennet. Pa hinë zjarë mula, bartë si fjalve, asa njerëzit bartin fjallë. Edhe bile bahen njerëzit dërvisha, thot që shenita po të kalzoj. Dhe me ki njeri devotshëm i tutët Allahit nuk shton ngerma. Po ti si dash me hiq me kalzu këtë muhabet. Që do të vim të disa prej transmetit. Ti si dash hiq me kalzu këtë muhabet. Nëse ti e di se një muhabet e prish një njeri me një njeri, mos e kalzo. Mos e kalzo. Harama mu prish ato të dit. Do me thonë qka do që ti të folësh, edhe mu ka 100% që kini zban me kalzu. Pse? Po zban me prish. Nëse ti e shenë një burë dhe një gruje, edhe një mbi burit vetë, diçka për grujën e vetë, dhe grujën e vetë për burën e vetë, a kemi imi prisha? Valla unë e qështu e një dhe të folë. A kemi imi prisha me lanë jetima, e kështë të më ratë. Për këtë asyje, a i cili bardh fjallë, është prej gjunaqarëve të mëdoj. Bardh fjallë, më një lafë që tu, një lafë që ty, një lafë që tu, edhe kur të afshifsh, e ka prish një familje. Sfoli në mezveti, e kështë të më ratë. Për këtë asyje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka kërcënuar me xhenem bardhsin e fjalëve. A tek neve a ka bardh fjalëve? Kreti bardhin fjalë. Allah na përmirësoj të gjithë ya rabbal alamin. Njerëzit pin mezhlis në mezhlis, mbilen në jarsën prit. Ai thotë inshallah çona më shpejt me çdo të shkoj ti kallzoj. Apo dhe disa prej të tjerëve e shohin këta prej kaptinës së besnikërisë. A, thot une, shmuj pa i kalzu do s'ti tem shak i fol ti, se une jam besnik ndaj atina. Po kjo fjalla që ka i të transmitu ti, a i ban ati mira keq, a i ban mira keq, qka doje thot në ti ban, jo une i kalzoj që shenin këta. Jo, po ti du bo keq, ti du bo shërë, gjdo fjallë të cilën ti e dëgjon, dhe në ta ka prej prishës në mesin e njerëzve, ajo haram mu përcil. Ajo haram mu përcil. E kanë vetë Ebu Hurajrën radiallahu anë. Hadithi që ka të transmetuar Imam Buhariu. Ka thonë që to hadithi që ka puna i kalzon. Shumë be po kalzon.